Nëse sonte ndjen diçka ndryshe, ndalo për një moment, sepse jo çdo ndjenjë është rastësi. Ndonjëherë është përgjigja që ke pritur. Ka shenja që tregojnë se lutja jote u dëgjua. Dhe nëse i ke ndjer këto, atëherë kjo video është për ty. Ka momenti kur ti lutesh dhe nuk di nëse dikush po të dëgjon. Ti flet në heshtje, me mendimet e tua, me zemrën tënde dhe pret. Por përgjigja nuk vjen me njëherë. Dhe kjo të bën të pyesësh, a u dëgjua lutja ime? Sepse ndonjëherë, heshtja duket si mungesë përgjigjeje. Por e vërteta është ndryshe. Zoti nuk është duke të injoruar. Ai është duke të dëgjuar. Edhe kur ti nuk sheh asgjë. Sepse lutjet nuk humbasin. Ato ruhen, ato dëgjohen, ato presin momentin e duhur. Dhe ndoshta, ajo që po ndjen sonte, është shenja e parë se diçka ka ndryshuar. Se lutja jote, më në fund, është dëgjuar. Dhe gja shenja e parë. Një paqe që nuk e shpjegon dot. Ndoshta sonte, pa ndonjë arsye të dukshme, ti ndjen diçka ndryshe. Një qetësi që nuk ishte aty më parë. Edhe pse problemet janë ende aty, edhe pse asgjë nuk ka ndryshuar jashtë, brenda teje është ndryshe. Dhe kjo të bën të mendosh. Çfarë po ndodh? Kësetse zakonisht, paqja vjen kur gjithçka është në rregull. Por kjo paqe erdhi pa paralajmërim. Dhe kjo është arsyeja pse ajo është ndryshe. Sepse nuk vjen nga rrethanat, vjen nga Zoti. Është një shenjë që ai të dëgjoj, që ai është afër, që edhe pse nuk e sheh enda përgjigjen, ajo është në rrugë. Dhe ndoshta, ajo paqe që ndjen sonte, është prova e parë se lutja jote nuk u humb. Shenja e dytë. Diçka ka filluar të ndryshojë brenda teje. Ndoshta gjërat që dikur të rëndonin shumë nuk kanë më të njëjtin ndikim. Mendimet e tua kanë filluar të ndryshojnë. Ti nuk reagon më si më parë. Dhe edhe pse nuk e kupton plotësisht, ndjen se diçka po rregullohet, si një rend i ri brenda teje. Sepse kur Zoti përgjigjet, ai nuk ndryshon vetëm rrethanat, ai fillon me ty. Ai rregullon zemrën, ai qetëson mendjen, ai sjell dritë aty ku kishte errësirë. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht, është një proces, një përgatitje për atë që po vjen, sepse ajo që ke kërkuar, kërkon një version të ri tëndin. Dhe ndoshta, ajo që po ndjen tani, është shenja që ndryshimi ka filluar, dhe se përgjigja nuk është vetëm jashtë, por edhe brenda teje. Shenja e tretë. Gjëra të vogla po ndodhin, por në kohën e duhur. Ndoshta një mesazh që erdhi papritur, një bisedë që të dha një përgjigje, një situatë që u rregullua pa e pritur. Dhe ti mendon, rastësi, por thellë brenda e di që nuk është. Sepse ndodhi pikërisht kur të duhej. Jo para, jo pas, por në momentin e duhur. Dhe kjo është shenja. Sepse kur Zoti përgjigjet, ai shpesh përdor gjëra të vogla. Ai nuk gjithmonë bën zhurmë. Ai lëviz në heshtje, por në mënyrë perfekte. Dhe ato që duken si rastësi, janë në të vërtet pjesë e përgjigjes, sepse ai po të udhëzon, po të tregon rrugën. Dhe ndoshta, ajo që po ndodh rreth teje tani, është prova që lutja jote është dëgjuar. Shenja e katërt. Ti e bërë më i ndjeshëm, jo fizikisht, por shpirtërisht. Ti fillon të ndjesh gjëra që më parë nuk i vëreje. Një ndjenje fort për diçka, një intuit që të thotë çfarë të bësh, një zë i qetë brenda teje që të udhëzon. Dhe ndonjëherë ti nuk e di pse, por e ndjen qartë, sepse kjo nuk është rastësi. Është lidhje, sepse kur Zoti të dëgjon, ai fillon të komunikojë, jo gjithmonë me fjalë, por me ndjenja, me drejtim, me qetësi. Dhe kjo ndjeshmëri është shenja që ti nuk je më i njëjti,
që diçka është hapur brenda teje, dhe ndoshta kjo është mënyra e tij për të treguar se është pranë, dhe se përgjigja po të afrohet gjithnjë e më shumë. Shenja e 5. Ti ndjen se diçka po vjen. Nuk e sheh ende, nuk e di saktësisht çfarë është, por e ndjen, si një pritje e qetë që rritet brenda teje çdo ditë. Dhe kjo ndjenjë nuk të lë rehat, sepse nuk është frikë, nuk është pasiguri, është diçka tjetër. Është një siguri e heshtur se diçka është në rrugë, sepse kur Zoti përgjigjet, ai nuk e bën papritur pa shenja. Ai përgatit zemrën tënde më parë. Ai të bën ta ndjesh para se ta shohësh. Dhe ndoshta ajo ndjenjë që ke sonte është paralajmërimi, se ajo që ke kërkuar është më afër se kurrë. Dhe shumë shpejt ajo nuk do të jetë më vetëm një ndjenjë, por realitet. Shenja e 6. Ti u ndale për këtë mesazh, sepse jo të gjithë do ta shohin këtë. Disa do ta kalojnë, disa nuk do ta ndjejnë, por ti ndale. Dhe ndoshta po ndjen diçka brenda vetes që nuk e shpjegon dot, sepse kjo nuk është për të gjithë. Është për ata që janë gati të dëgjojnë. Dhe fakti që ti je këtu tani do të thotë diçka, sepse Zoti nuk flet me të gjithë në të njëjtën mënyrë. Ai zgjedh momentin, ai zgjedh mënyrën. Dhe ndoshta kjo është mënyra e tij për të folur ty, direkt, sepse ai e di çfarë ke kaluar, ai e di çfarë ke kërkuar. Dhe kjo nuk është rastësi, kjo është përgjigje. Dhe ndoshta ajo që po ndjen tani është prova që kjo është për ty. Shenja e 7. Asnjë nga lotët e tu nuk u humb. Edhe ata që askush nuk i pa, edhe ata që ranë në heshtje, Zoti i pa. Ai pa netët kur nuk kishe më forcë, kur mendimet nuk të linin të qetë. Ai pa kur u përpoqe të buzëqeshje, ndërsa brenda po luftoje. Dhe megjithatë, ai nuk të la vetëm. Edhe kur ti mendove se gjithçka kishte mbaruar, ai ishte aty, në heshtje, duke të mbajtur, duke të dhënë forcë, edhe kur ti nuk e kuptoje. Sepse ndonjëherë, përgjigja nuk vjen menjëherë si një ndryshim i madh. Ajo fillon si një prani, si një ndjenjë që nuk je më vetëm. Dhe ndoshta, ajo që po ndjen sonte, është përkafimi i tij, një shenjë se ai të dëgjoj, dhe se përgjigja jote është tashmë në rrugë. Dhe tani, ndalo për një moment, dhe mendo, sepse kjo nuk është një natë e zakonshme. Ajo që ke kërkuar për kaq gjatë nuk është më larg. Ajo ka ardhur, ndoshta jo në mënyrën që e prisje, por në mënyrën që do ta kuptosh shumë shpejt, sepse kur Zoti përgjigjet, ai e bën në momentin perfekt, jo kur ti mendon, por kur gjithçka është gati. Dhe ndoshta, ky është ai moment, momenti kur gjithçka fillon të lidhet. Çdo pritje, çdo dhimbje, çdo lutje, sepse tani, ato nuk janë më thjesht kujtime, janë dëshmi, se përgjigja ka ardhur, dhe shumë shpejt, ti do ta shohësh me sytë e tu. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë kjo nuk është rastësi, sepse jo të gjithë që e fillojnë këtë video arrin deri në fund. Por ti, po. Dhe kjo do të thotë diçka. Do të thotë që kjo përgjigje ishte për ty. Sepse Zoti e dëgjoi lutjen tënde. Edhe kur ti mendove se ishte tepër vonë. Edhe kur mendove se askush nuk po të dëgjonte. Ai të dëgjoi. Dhe ajo që po ndjen tani nuk është thjesht emocion. Është një shenjë, një konfirmim se diçka ka filluar të ndryshojë në jetën tënde. Dhe ndoshta, kjo është nata, kur gjithçka fillon të marrë drejtimin e duhur. Nëse e ndjen këtë në zemrën tënde, shkruaj në komente. Unë besoj, sepse kjo fjalë mund të jetë hapi i parë drejt mrekullisë që po vjen për ty.